Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë sjellë një rritje të numrit të qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Mjekët apelojnë që jo çdo problem shëndetësor të drejtohet menjëherë në urgjencë, pasi shumë raste mund të trajtohen fillimisht në poliklinika ose në qendra shëndetësore, duke shmangur kështu mbi ngarkesën e shërbimit spitalor. Shefi i urgjencës Ardian Dajti thekson se në urgjencën e spitalit duhet të paraqiten vetëm pacientët me komplikacione ose gjendje që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Prap njerëzit nuk po bindën që duhet të paraqiten të urgjencat vetëm ata që kanë nevoja urgjente. Unë e kuptoj që gjithkush hallin e vet e ka më të madhin edhe kërkon me marrë ndihmën sa më shpejt. Por nuk është të zgjidhja nduhur në disa raste. Për këtë arsye ne kena kohë që kena vuar shërbimin është hap shërbimi poliklinikës edhe janë të gjitha vizitat ambulatore, specialitetet që janë plotësuar me mjek. Pra ato që kanë vizitat planifikuar dhe smut kronik nuk duhet paraqiten të urgjencë, duhet njekin sistemin e referimit edhe të shkojnë atje. Kjo bën që edhe me kontaktojnë me specialistin më kollaj, por ndërkohë edhe ne na lajnë më marrë me ata smut që me të vërtet realisht kanë probleme për me dhënë ndihmë urgjente. Në këtë ditë me temperatura të larta, specialistët rikujtojnë rëndësinë e respektimit të masave mbrojtëse, si shmangja e ekspozimit në diell gjatë orëve të pikut, konsumimi i sa më shumë lëngjeve dhe tregimi i kujdesit me ushqimet për të parandaluar probleme shëndetësore që lidhen me vapën. Këshillat janë të përgjithshme, po tash për temperaturat e larta njerëzit duhet me bë kujdesin që mos me dalë në kohët e pikut të vapës, ose të përdorin mbrojtëse çadrat ose kasketat ose të shfrytëzojnë hijet apo me shmang nxehtin. Kjo është një sugjerim i përgjithshëm. Problemi tjetër është që duhet me bë kujdes edhe te ushqimet që konsumohen ose ato që konservohen kur ruhen, sepse nëse përdorin ushqimet nëna ose përdorin ushqime që nuk janë të freskëta, ato mundën me dhënë sëmundje ose probleme të traktit gastrointestinal. Edhe një sugjerim tjetër, pavarësisht se një pjesë e turizmit është edhe malore dhe janë bjeshtë, po ne po vëmë re që pickimet nga insektet ose kafshimet nga gjarpë po vinë edhe nga ato zona. Pra ndoshta duhet me bë kujdes me urujt prej zvaranikëve, me urujt prej mërejmangave ose insekteve tjera. Mjekët u bëjnë thirrje veçanërisht të moshuarve, fëmijëve dhe personave me sëmundje kronike të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe, ndërsa qytetarët të përdorin me përgjegjësi shërbimin e urgjencës në mënyrë që ai të mbetet i disponueshëm për rastet që kanë realisht nevojë për ndërhyrje të menjëhershme.